Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lideri i opozitës Lulzim Basha ka replikuar me rivalin politik Edi Rama, duke akuzuar atë si njeriu që kërkon të krijojë konflikt në lidhje me reformën në drejtësi. Në një postim në rrjetet sociale, Basha ka tekstuar se 7 ligjet e reformës do të kalojnë me konsensus pasi ndryshimet kushtetuese të hyjnë në fuqi. Kontrata më e madhe në të cilën jemi është kushtetuta. Kushtetuta ka përcaktuar afate për kalimin e ligjeve dhe asnjë e drejtë e në emër të drejtësisë s'mund të bëhet duke shkelur kushtetutën. Ekspertët e opozitës janë në punë çdo orë të ditës dhe po shqyrtojnë edhe ligjin e vettingut që ka mbritur afër mesnatës 2 ditë më parë. Sipas Bashës, e vetmi arsye pse kryeministri krijon tension për reformën është se kërkon të fshehë skandalet e qeverisë së tij. Droga ka mbuluar vendin e njerëzit po vriten me njëri tjetrin për ngastrat me kanabis. Drejtorët e tij të policisë marrin 30%-shin, drekojnë e darkojnë me trafikantë dhe tregojnë muskujt me varfanjak të moshuar dhe invalid. Teksa e gjithë kjo po ndodh, Rama i fry një zjarri të ri për të ndezur një hasmëri të re politike, me shpresën se kjo do të largojë vëmendjen e njerëzve drejt një ringu ku ne refuzojmë të marrim pjesë. Në këtë postim, kryetari i PD-s Basha ka përsëritur se betejë e opozitës tashmë është vetëm ajo për zgjedhje të lira të ndershme.